Bergh ka mbajtur të pandryshuar parashikimin ekonomik për rritjen e Shqipërisë, duke e vendosur në nivelin 3.5% për vitet 2025 dhe 2026. Raporti thekson se ekonomia shqiptare rrezikohet nga ngërçi në Eurozon, por mund të ecë përpara për shkak të reformave integruese. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka mbajtur të pandryshuar parashikimin për ekonominë shqiptare duke projektuar një rritje prej 3.5% për vitet 2025 dhe 2026. Ky është një sinjal pozitiv për stabilitetin ekonomik të vendit, pavarësisht sfidave të jashtme dhe të brendshme. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka mbajtur të pandryshuar parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë në nivelin 3.5% për vitin 2025 dhe 2026. Kjo reflekton pritshmëri për një ecuri të qëndrueshme të ekonomisë, pavarësisht trysnive nga ambienti jashtëm dhe faktorëve të brendshëm. Raporti vlerëson se në 3 mujorin e parë të vitit 2025 ekonomia u rrit me 3.4% dhe nxitur kryesisht nga shërbimet dhe ndërtimi, ndërsa bujqësia dhe industria patën kurrje të lehta. Inflacioni mbeti ulët me normën vjetore 2.3% në gusht. Si përgjigje, Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit në 2.5% në korrik, ulja e tretë që nga vera e vitit 2024. Rreziqet kryesore për ekonominë shqiptare lidhen me mundësinë e ngadalësimit të kërkesës në Eurozon, uljen e dërgesave të emigrantëve dhe faktorët klimatik si thatësira, të cilat mund të ndikojnë negativisht si në bujqësi ashtu edhe në prodhimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, reformat strukturore dhe përparimet drejt integrimit në BE mbeten një burim potencial për forcimin e perspektivës së rritjes. Me sfidave dhe mundësive, ekonomia shqiptare mbetet në një trajektori të qëndrueshme me pritshmëri pozitive për vitet në vijim.